Është e pabesueshme ajo që po ndodh me drejtësinë. Para disa ditësh prokuroria ka shkuar në vilën e Ergys Agasit dhe në kantinë ka gjetur një koleksion verash prej të paktën 3 milion euro, me një vlerë prej të paktën 3 milion euro. Ka komunikuar me doganat dhe ka kërkuar doganave që të shkojnë ta sekuestrojnë mallin. Por doganat çfarë bëjnë? I kthejnë përgjigje prokurorisë dhe i thonë sot është shumë vonë, tani është shumë vonë, është natë, do shkojmë nesër mëngjes. Ndërkohë, lajmërojnë të afërmit të Ergys Agasit, të cilët shkojnë, marrin verën, prishin provat, prishin dhe kamerat e sigurisë dhe ikin. Qartësisht të nesërmen doganat shkojnë dhe thonë na vjen keq, por aty nuk ishte më mall. Kjo është ajo që po ndodh. Kjo është arsyeja pse Spaku kërkon arrestimin e të akuzuarve. Por nëse ky është një tregues i qartë i bashkëpunimit midis krimit organizuar dhe shtetit, imagjinoni se si prishen provat nga drejtorat e Keshit, OSHE-s apo të Akshit, të cilët pavarësisht se Spaku i ka marrë në hetim, disa prej tyre janë në arrest shtëpie, Edi Rama nuk i lëshon. Imagjinoni se si i prish provat Belinda Balluku, për të cilën po ashtu Spaku ka kërkuar arrestin e saj, por Edi Rama e ka marrë në mbrojtje. Kjo po ndodh në Shqipëri. I gjithë shteti është vendosur në mbrojtje të korruptuarve dhe të kriminalëve dhe kundër Spakut. Rama vazhdon duke i sulmuar, sot ka dalë dhe ka thënë prokurorët dhe gjykatësit janë vërsulur arkës së shtetit. Imagjinoni, kjo është çmenduri. Edi Rama duhet t'japi dorëheqjen. Duhet të kemi zgjedhje të parakohshme sa më shpejt. Nuk mund të vazhdohet më në këtë mënyrë. Tani e kanë nxjerr kokën. Edi Rama është i korruptuar me të korruptuarit.